E ke mikrofonin aty, ndërkohë Visari besoj që mundet të na ndihmoj. Ta mbyllim këtë pjesë me një këngë për qefi që deshe ta këndosh ti. Na shpjego këngën, është për nënën dhe Gurbetin, apo? Po, ashtu është arsyeja pse po e kënoj këtë këngë, se vëllahun tem të vogël e kam në Gurbet, shpresimin. Edhe mamja më është tepër shumë e ndihshme, se prej që i ka shku ashtu, aj ma i vogli e pse shkoj e që shkoj, kështu që mas i shkoj vëllahu jam e kom kuptu që so shumë kanë hekë nana tona kur i kanë pas djemët e ty në jashtë në Gurbet. Për me është një këngë pak që më prejk ashtu, edhe këto ndoshta me e këndu, edhe me përshëndet edhe vëllahun tem, po dhe kejt ata që janë në diaspor të punu, edhe inshallah na vinë shnosh e mirë tash këto pushimet e dimnit. Atëherë faleminderit vajza që ju pata këtu, me këtë këngë të Blendonës po e mbyllim këtë pjesë. Faleminderit. Kthe hubir të nana, t'kam djallë para vetit, dashurin e nanës, mos ja fal Gurbetit. Kthe hubir të nana, t'kam djallë para vetit, dashurin e nanës, mos ja fal Gurbetit. Paret e Gurbetit na nuk zavënsojnë, jeka që t'kam rrit, halal nuk t'a bojnë. Tu i pritit e lat, ke rëndu shëndetin, kam haru qysh për qafohet.